Sot do të eksplorojmë një nga zakonet më befasuese të jetës së përditshme në Europën mesjetare, mënyrën se si njerëzit flinin. Ajo që do të zbuloni përgjatë këtij dokumentari mund të ndryshojë plotësisht mënyrën se si e shihni gjumin dhe çlodhjen njerëzore. Përpara se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Imagjinoni një fshat në brendësi të Anglisë, diku në shekullin e 14. Dielli sapo është zhdukur pas kodrave dhe errësira pushton gjithçka me një shpejtësi që bota moderne e ka harruar tashmë. Nuk ka shtylla dritash në rrugicat me dhera, nuk ka llamba elektrike që shkëlqejnë pas dritareve, nuk ka shkëlqim kaltërosh të ndonjë ekrani që ndriçon fytyrat e njerëzve. Ekziston vetëm zjarri, prushi që digjet brenda oxhakut dhe ndoshta një qiri dhjami që do të fiket së shpejti për të kursyer burimet. Është në këtë skenë, në këtë errësirë të dendur dhe mbështjellëse, ku fillon një histori që pak njerëz e njohin. Një histori mbi atë se si miliona njerëz flinin përpara se drita artificiale ta shndërronte natën përgjithmonë. Për shekuj me radhë, historianët dhe studiuesit injoruan pothuajse plotësisht atë që ndodhte pasi dielli perëndonte. Nata trajtohej si një interval bosh midis dy ditëve, një periudhë pa rëndësi, pa regjistrime dhe pa histori. Megjithatë, në dekadat e fundit, një punë e imtësishme kërkimore filloi të zbulonte se nata mesjetare ishte shumë më e pasur dhe më e strukturuar nga sa mund ta imagjinonte kushto. Historiani amerikan Roger E. Kirch, profesor në Universitetin Virginia Tech, i kushtoi më shumë se 20 vjet të karrierës së tij kërkimit në arkiva, ditar, regjistrime gjyqësore, tekste mjekësore, poezi dhe korrespondenca personale nga e gjithë Europa. Rezultati i kësaj përpjekjeje monumentale u botua në veprën e tij të referencës, e cila hartëzoi kulturën e natës të perëndimit që nga fundi i mesjetës deri në fillimin e erës industriale. Ajo që e Kirch gjeti, e fshehur në qindra referenca të shpërndara në përshekuj dokumentesh, ishte një zbulim që sfidoi gjithçka që dijej për gjumin njerëzor. Zbulimi qendror ishte dukshëm i thjeshtë, por thellësisht shqetësues për siguritë e jetës moderne. Përpara revolucionit industrial, shumica e njerëzve në perëndim nuk flinin në mënyrë të vazhdueshme gjatë natës. Gjumi ishte i ndarë në dy periudha të dallueshme, të ndara nga një interval zgjimi që mund të zgjaste nga 1 deri në 2 orë. Europianët mesjetarë i quanin këto periudha gjumi i parë dhe gjumi i dytë. Në Francë, termi ishte premier somme. Në Itali, primo sonno. Praktika shfaqej me aq natyrshmëri në tekstet e kohës, saqë autorët as që e ndjenin nevojën për ta shpjeguar atë. Ishte thjesht pjesë e jetës, po aq e qartë sa të ngrënit kur ndjen uri apo të pirit kur ndjen etje. Askush nuk e vënte në dyshim këtë formë gjumi, sepse askush nuk e konsideronte të huaj. Dhe pikërisht këtu qëndron misteri i parë i madh i kësaj historie, si mundi diçka aq universale të zhdukej aq plotësisht saqë bota moderne harroi se ajo ekzistoi dikur. Për të kuptuar këtë praktik, duhet së pari të kuptojmë se çfarë do të thoshte nata për një person të zakonshëm në Europën mesjetare. Dhe ajo që nata do të thoshte, mbi të gjitha, ishte errësirë. Një errësirë që banori i çdo qyteti modern nuk e ka përjetuar kurrë. Kur dielli perëndonte, bota transformohej në mënyrë radikale. Distancat bëheshin të pakalueshme, shtigjet bëheshin të rrezikshme dhe madje edhe hapësirat më familjare të një shtëpie mund të bëheshin të pabesa. Nga jashtë, gropat, lumenjt, rrepirat dhe rrugët e parregullta e bënin çdo lëvizje natë një aktivitet të rrezikshëm. Regjistrimet gjyqësore të kohës dokumentojnë raste të panumërta njerëzish që ranë në gropa ose përrejnë gjatë natës, shpesh me pasoja fatale. Ndriçimi artificial ekzistonte, por ishte i brish, i shtrenjtë dhe i shpërndar në mënyrë të pabarabartë. Familjet më të varfra, që përbënin shumicën dërmuese të popullsisë, vareshin nga burime drite jashtëzakonisht rudimentare. Më e zakonshmja mes fshatarëve ishte rushlith, një lloj qiriu primitiv i bërë nga palca poroze e xungthave të mbledhur në këneta dhe zona të lagështa. Këta kërcej xungthi qëroheshin, thaheshin dhe më pas zhyteshin në yndyr kafshësh, zakonisht dhjam dhenç ose dhjam deri. Rezultati ishte një burim drite i dobët dhe dridhës që mund të zgjaste midis 10 dhe 30 minutash, në varësi të madhësisë dhe cilësisë së materialit. Për të mbajtur një shtëpi minimalisht të ndriçuar gjatë gjithë një nate, do të ishte e nevojshme të përgatiteshin dhe të digjeshin 10 rushliths të tillë, një konsum burimesh që pak familje mund t'ia lejonin vetes. Qirinjtë e dhjamit, të bërë nga yndyra e kafshëve e derdhur rreth një fitili prej liri ose pambuku, zgjasnin më shumë dhe prodhonin një flakë më të qëndrueshme, por kishin disa avantazhe.
Dhjami lëshonte një erë të pakëndshme dhe prodhonte tym e blos që nxinin muret dhe objektet. Përveç kësaj, prodhimi i tyre kërkonte një sasi të konsiderueshme yndyre kafshësh, një burim tepër i çmuar për t'u shpërdoruar vetëm për ndriçim. Prandaj, edhe qirinjt e dhjamit përdorshin me kursim. Në maj të hierarkisë së ndriçimit mesjetar ishin qirinjt prej dylli blete. Të pastër, shkëlqyes dhe pa erë të pakëndshme, këta qirinj ishin standardi i ekselencës së kohës. Megjithatë, kostoja e tyre i bënte ata një privilegj ekskluziv të fisnikërisë dhe klerit. Kishat mesjetare kërkonin përdorimin e dyllit të bletës në ritualet e tyre, jo vetëm për cilësinë e dritës, por për një arsye simbolike. Bletët punëtore nuk qiftëzohen me mbretëreshën dhe për këtë arsye dylli konsiderohej një material i pastër, i përshtatshëm për të ndriçuar hapësirat e shenjta. Për shumicën e madhe të popullsisë, megjithatë, ai ishte një luks i paarritshëm. Pasoja praktike e këtij realiteti ishte se errësira sundonte natën në mënyrë absolute. Kur dielli zhdukej, pjesa më e madhe e aktiviteteve thjesht pushonte. Jo nga përtatësia apo mungesa e dëshirës, por nga një pamundësi konkrete. Puna, gatimi, arnimi i rrobave, kujdesi për veglat, të gjitha këto vareshin nga dukshmëria. Dhe dukshmëria varej nga dielli. Kur ai ikte, jeta aktive mbyllej dhe trupi njerëzor, i raskapitur nga një ditë e tërë pune fizike intensive, fillonte të përgatitej për çlodhje. Dhe këtu arrim në pikën qendrore të këtij rrëfimi. Nata mesjetare, veçanërisht gjatë dimrit, ishte jashtëzakonisht e gjallë. Në rajonet veriore të Europës, si Skandinavia, Skocia ose veriu i Gjermanisë, errësira mund të zgjaste për 14 orë ose më shumë gjatë muajve më të ftohtë. Madje edhe në gjerësitë gjeografike më jugore, si qendra e Francës apo fusha e post në Itali, netët e dimrit kalonin lehtësisht 12 orë errësirë. Të qëndruarit zgjuar gjatë gjithë kësaj periudhe do të ishte e paralizueshme, raskapitëse dhe një shpërdorim energjie në një kohë kur çdo kalori kishte rëndësi. Të qëndruarit në gjumë në mënyrë të vazhdueshme gjatë 14 orëve gjithashtu nuk korespondonte me funksionimin natyror të trupit njerëzor. Zgjidhja e gjetur nga popullsitë mesjetare ishte, pra, elegante në thjeshtësinë e saj. Gjumi u zgjerua dhe u nda për të mbushur natën në mënyrë të ekuilibruar. Gjumi i parë fillonte pak pas perëndimit të diellit, zakonisht midis orës 8 dhe 9 të mbrëmjes, megjithse kjo ndryshonte sipas stinës dhe gjerësisë gjeografike. Pas një dite të tërë pune krahu, trupi hynte shpejt në gjendje qetësie. Nuk kishte nevojë për rituale të ndërlikuara për të nxitur gjumin, asnjë teknikë relaksimi, asnjë përpjekje të vetëdijshme për të fjetur. Raskapitja fizike kujdesej për gjithçka. Fshatarët që kishin kaluar ditën duke lëruar fusha, duke mbartur ujë, duke ushqyer kafshët, duke prerë dru ose duke riparuar garde, thjesht shtriheshin dhe flinin. Zejtarët që kishin punuar orë të tëra në punishtet e tyre bënin të njëjtën gjë. Gjumi i parë ishte tipikisht faza më e thellë dhe më ripërtëritse e natës, duke thithur lodhjen e grumbulluar gjatë ditës, ashtu si një sfungjer thith ujin. Kjo periudhë e parë e çlodhjes zgjaste mesatarisht midis 3 dhe 5 orësh. Ishte një gjumë i dendur, i rënd, pothuajse i palvizshëm. Tekstet e kohës e përshkruajnë atë si një gjendje qetësie të thellë, në të cilën trupi rikuperohej nga kërkesat intensive të punës ditore. Dhe pastaj, në një moment pas mesnate, diçka ndodhte. Njerëzit zgjoheshin. Jo me hovë, jo me ankth, jo me ndjesinë se diçka kishte shkuar keq. Zgjoheshin natyrshëm, sikur trupi thjesht të kishte përmbushur etapën e parë të një procesi që ende nuk ishte i plodhur. Ky zgjim nate është ndoshta aspekti më magjepsës i gjithë kësaj historie. Në perspektivën moderne, zgjimi në mes të natës interpretohet shpesh si një shenjë problemi. Mjekësia bashkëkohore e klasifikon këtë sjellje si pagjumësi të mirëmbajtjes, një çrregullim që prek miliona njerëz dhe lëviz një industri farmaceutike prej miliarda dollarësh në barna për gjumë. Megjithatë, regjistrimet historike zbulojnë një tablo krejtësisht tjetër. Për europianët mesjetar, zgjimi midis gjumit të parë dhe të dytë nuk ishte një çrregullim. Ishte një pjesë e pritshme dhe krejtësisht normale e strukturës së natës. Aq normale sa që autorët e kohës as që e ndjenin nevojën për të arsyetuar atë. Periudha e zgjimit që ndante dy gjumet njihej si theatr në anglisht, vigilia. Zgjaste zakonisht midis 1 dhe 2 orësh dhe zotëronte një karakter të vetin, të dallueshëm si nga dita ashtu edhe nga gjumi. Ishte një kohë qetësie, introspeksioni dhe aktivitetesh të lehta, të kryera në muzikë ose në errësirë pothuajse totale.
Njerëzit luteshin, reflektonin mbi ditën që kishte kaluar, bisedonin me zë të ulët me çdo që kishin pranë. Në disa shtëpi, zjarri i oxhakut kontrollohej dhe ushqehej me dru për të mbajtur nxehtësinë gjatë pjesës tjetër të natës. Kafshët shtëpiake që rastësisht mund të kishin nevojë për vëmendje, kujdeseshin shkurtimisht. Veglat mund të rregulloheshin, pëlhurat të arnoheshin me ndihmën e një burimi të vetëm dhe të pasigurt drite, ose thjesht liheshin për ditën tjetër. Regjistrimet historike tregojnë gjithashtu se ky interval përdorej për qëllime më intime. Tekstet mjekësore të kohës rekomandonin periudhën midis gjumit të parë dhe të dytë si momentin ideal për ngjizjen, duke argumentuar se trupi ishte në gjendjen e tij më të ekuilibruar dhe pranues pas disa orësh çlodhjeje, por përpara rikthimit në gjumë të thellë. Fshatarët e shfrytëzonin vigjiljen për të kontrolluar kafshët e tyre ose për të kryer detyra të vogla shtëpiake. Murgjit ndiqnin një rutinë edhe më të strukturuar me rregullën e Shën Benediktit, regula Sancti Benedicti, që përcaktonte që fetarët të zgjoheshin rreth orës 2 të mëngjesit për të kremtuar matinat, oficin e natës të lutjeve. Në shumë manastire, kjo ndërprerje e gjumit ishte e përfshirë në ciklin shpirtëror të komunitetit, duke e shndërruar vigjiljen e natës në një moment bashkimi me hyjnoren. Ajo që tërheq vëmendjen në rrëfimet e kohës është mungesa totale e ankthit të lidhur me këtë periudhë zgjimi. Nuk kishte orë që shënonin minutat, nuk kishte angazhime të mëngjesit të programuara në mënyrë rigjide, nuk kishte presionin e një agjende të ngjeshur që priste në agim. Vigjilja ekzistonte brenda një konteksti më të gjerë ekuilibri. Gjumi nuk matej nga kohëzgjatja e tij e pandërprerë, por nga efekti i tij ripërtëritës përgjatë gjithë natës. Për sa kohë që trupi rikuperohej, ndarja e gjumit në etapa nuk paraqiste asnjë problem. Vigjilja ishte thjesht pjesë e ritmit të natës, po aq e natyrshme sa vetë akti i të fjeturit. Pas këtij intervali qetësie, lodhja gradualisht kthehej dhe njerëzit ktheheshin të flinin. Ky gjum i dytë ishte i ndryshëm nga i pari. Zakonisht më i lehtë, më i shkurtër dhe më i fragmentuar, ai funksiononte si një urë midis natës dhe agimit. Trupi nuk zhytej në të njëjtën thellësi çlodhjeje që karakterizonte gjumin e parë. Në vend të kësaj, ai qëndronte në një gjendje më afër zgjimit, duke lejuar një zgjim gradual ndërsa mëngjesi afrohej. Kërkuesit modern që kanë studiuar këtë model vërejnë se gjumi i dytë prirej të përmbante më shumë periudha të gjumit REM, faza e gjumit e lidhur me ëndrat e gjalla. Historiani e Kirch vërejti se kjo afërsi me gjendjen e zgjimit u lejonte njerëzve të kujtonin me më shumë qartësi ëndrat e tyre, diçka që tekstet të ndryshme mesjetare e përshkruajnë si një përvojë të vlerësuar dhe domethënëse. Zgjimi përfundimtar nuk ishte i papritur. Nuk kishte zile, nuk kishte alarme, nuk kishte nevojë për t'u hedhur nga krevati në një orar të saktë. Trupi ndiqte sinjalet natyrore për të mbyllur gjumin, ndryshimin gradual të temperaturës së ajrit, shkëlqimin e parë të dritës që hynte nëpër plasat e dritareve, tingujt e largët të kafshëve që lëviznin ose të fqinjeve që fillonin aktivitetet e tyre. Zgjimi ndodhte në etapa, pa nxitim, pa shokun e një tranzicioni të detyruar midis gjumit të thellë dhe aktivitetit të menjëhershëm. Nata, në këtë kuptim, nuk përfundonte me një prerje të thatë. Ajo tretej, duke i liruar njerëzit prapë të dita me butësi. Është e rëndësishme të theksohet se ky model gjumi nuk ishte universal as i standardizuar në mënyrë rigjide. Kishte variacion të ndjeshëm midis rajoneve të ndryshme, klasave sociale dhe profesioneve. Një bar i delesh në lartësitë e Skocisë nuk flinte në të njëjtën mënyrë si një bukpjekës në një qytet flaman. Një murg benediktin ndiqte një orar nate krejtësisht të ndryshëm nga ai i një fshatari në një fshat provansal. Sezonaliteti gjithashtu ushtronte ndikim të madh. Netët e gjata të dimrit favorizonin një gjumë qartësisht të ndarë në dy faza, ndërsa netët e shkurtra të verës e ngjeshnin çlodhjen dhe reduktonin ose eliminonin intervalin e vigjiljes. Fëmijët, për shembull, shpesh udhëzoheshin të flinin në mënyrë të vazhdueshme për 9 ose 10 orë pa ndërprerje. Pavarësisht se i ndarë, gjumi mesjetar nuk ishte domosdoshmërisht më i shkurtër se gjumi modern. Koha totale e çlodhjes përgjatë natës shpesh barazonte ose tejkalonte mesataret bashkëkohore. Diferenca ishte te struktura, jo te sasia. Gjumi shpërndahej përgjatë një periudhe më të gjerë, me një interval vigjiljeje të futur midis dy fazave, por rezultati përfundimtar në terma të orëve të fjetura ishte i ngjashëm. Studimet sugjerojnë se gjatë dimrit njerëzit mesjetar mund të grumbullonin deri në 12 orë gjumë të ndara midis dy periudhave, një luks që pak banor të botës moderne arrin t'ia lejojnë vetes.
Puna e përditshme fillonte me dritën e diellit, jo me rënien e një ore. Bujqësia, ndërtimi, transporti i mallrave dhe detyrat shtëpiake vareshin themelisht nga dukshmëria natyrore. Modeli i gjumit në 2 faza përputhej në mënyrë të përsosur me këtë realitet. Çlodhja ndiqte disponueshmërinë e dritës, në vend që të përpiqej të mbivendosej mbi të. Dhe sepse puna shoqëronte diellin, nuk kishte nevojë për ta forcuar trupin për të përmbushur orare rigjide. Variacioni sezonal pranohej si pjesë e pashmangshme e jetës. Dimri sillte netë më të gjata dhe më shumë çlodhje. Vera sillte ditë më të gjata dhe më shumë punë. Trupi ndiqte sinjalet e jashtme, dritën, temperaturën, tingujt, pa nevojën e korrigjimeve konstante ose imponimeve artificiale. Evidenca se gjumi i segmentuar nuk ishte vetëm një zakon kulturor, por ndoshta një tendencë biologjike, erdhi nga një burim i papritur. Në dekadën e viteve 1990, psikiatri amerikan Thomas R, kërkues në Institutin Kombëtar të Shëndetit Mendor të Shteteve të Bashkuara, kreu një eksperiment që do të bëhej një pikë kthes në shkencën e gjumit. Ver zgjodhi një grup vullnetarësh të shëndetshëm dhe i nënshtroi ata në kushte që simulonin mjedisin ndriçues të erës paraindustriale. Gjatë 4 javëve, pjesëmarrësit u ekspozuan ndaj vetëm 10 orëve dritë në ditë dhe u mbajtën në errësirë totale gjatë 14 orëve të mbetura, duke riprodhuar përafërsisht fotoperiudhën natyrore të një dimri në gjerësitë gjeografike europiane. Në ditët e para, vullnetarët flinin mesatarisht 11 orë në natë, gjë që kërkuesit e interpretuan si një kompensim për një borxh kronik gjumi të grumbulluar nga jeta moderne. Megjithatë, ndërsa javët kaluan dhe trupi u përshtat me kushtet e reja, diçka e jashtëzakonshme filloi të ndodhte. Në javën e 4 të eksperimentit, pjesëmarrësit kishin zhvilluar spontanisht një model gjumi bimodal. Flinin në 2 bloqe të ndara prej rreth 3 deri në 5 orë secili, me një interval vigjiljeje prej 1 deri në 2 orë midis tyre. Modeli ishte praktikisht identik me gjumin e segmentuar të përshkruar në regjistrimet historike europiane. Më befasuese akoma ishte ajo që vervëreti mbi gjendjen e pjesëmarrësve gjatë intervalit të vigjiljes së natës. Nivelet e kortizolit, hormoni i lidhur me stresin, mbeteshin të ulta. Prodhimi i prolaktinës, një hormon i lidhur me ndjenjen e qetësisë dhe mirëqenies, ishte i lartë. Vullnetarët e përshkruanin periudhën e vigjiljes si një gjendje qetësie të kthjellët, një lloj vigjiljeje kontemplative që Ver e krahasoi me një gjendje meditative. Nuk kishte ankth, nuk kishte shqetësim, nuk kishte ndjesinë se diçka ishte gabim. Kishte vetëm një vetdije të qetë dhe të zgjuar në heshtjen e natës. Rezultatet e eksperimentit të Verit siguruan një bazë shkencore për atë që regjistrimet historike sugjeronin tashmë. Gjumi njerëzor, kur lirohet nga kufizimet e imponuara nga ndriçimi artificial dhe nga oraret industriale, tenton natyrshëm të organizohet në 2 faza të ndara nga një periudhë vigjiljeje të qetë. Kjo tendencë duket se është e shkruar në biologjinë njerëzore, jo vetëm në zakonet kulturore të një epoke specifike. Shimpanzet, për shembull, qëndrojnë zgjuar gjatë rreth 20% të periudhës së tyre të gjumit dhe modelet bifazike të aktivitetit janë të zakonshme në shumë gjitaret të tjerë. Zbulimi se njerëzit gjithashtu adoptojnë spontanisht gjumin bifazik kur privohen nga drita artificiale ndihmoi në zgjidhjen e kësaj anomalie të dukshme evolucionare. Atëherë, si dhe pse u zhduk ky model mijëvjeçar? Përgjigjja është e lidhur drejt për drejt me një nga transformimet më të mëdha teknologjike të historisë njerëzore, pushtimin e natës nga drita artificiale. Procesi ishte i ngadaltë dhe i pabarabartë, duke u shtrirë në disa shekuj. Ndryshimet e para domethënëse erdhën me lirimin gradual të çmimit të qirinjve dhe përmirësimin e llambave me vaj gjatë periudhës moderne. Në shekullin e 18, ndriçimi me gaz filloi të shfaqej në rrugët e qyteteve të mëdha europiane, duke transformuar rrënjësisht peizazhin e natës urbane. Londra, Parisi dhe kryeqytete të tjera fituan një jetë të re pas perëndimit të diellit me kafene, teatra dhe hapësira publike që qëndronin hapur deri në orë gjithnjë e më të vona. Shpikja e llambës elektrike inkandeshente në fund të shekullit të 19 e përshpejtoi në mënyrë dramatike këtë proces. Elektriciteti lejoi që drita artificiale të bëhej e lirë, e besueshme dhe universalisht e aksesueshme. Njerëzit mund të qëndronin zgjuar për shumë më tepër kohë pas perëndimit të diellit dhe gradualisht filluan ta bënin këtë. Oraret e të fjeturit u shtyn gjithnjë më vonë, ndërsa oraret e zgjimit mbetën relativisht të qëndrueshme, të diktuara tani jo nga lindja e diellit, por nga kërkesat e punës industriale.
Revolucioni industrial solli me vete jo vetëm teknologji të reja ndriçimi, por edhe një mendësi të re në lidhje me kohën. Produktiviteti dhe efikasiteti u bën vlerat dominuese të shekullit të 19. Koha filloi të matej, të kontrollohej dhe të optimizohej sikur më parë. Orët u bën të kudogjendura dhe autoritare. Bilbili i fabrikës zëvendësoi këngën e gjelit. Turni i punës zëvendësoi ciklin natyror të ditës. Dhe gjumi, që gjatë 1000 vjeçarve ishte përshtatur lirisht me mjedisin, u ngjesh në një blok të vetëm të vazhdueshëm për të shërbyer kërkesave të rendit të ri ekonomik. Ndërsa nata u shkurtua në praktik, fal dritës artificiale, nevoja për të ndarë çlodhjen në 2 faza u zhduk. Të qëndruarit zgjuar deri më vonë u bë e mundur dhe, përfundimisht, e zakonshme. Intervali i vigjiljes midis gjumit të parë dhe të dytë humbi funksionin e tij dhe u përpi gradualisht nga një periudhë e vazhdueshme gjumi. Ndryshimi ishte aq i plotë saqë, në pak breza, vetë kujtesa e gjumit të segmentuar u fshi. Referencat për gjumin e parë dhe gjumin e dytë në tekstet e lashta filluan të keqkuptoheshin ose thjesht të injoroheshin. Ajo që gjatë 1000 vjeçarve kishte qenë forma dominuese e të fjeturit në perëndim u bë, në çështje dekadash, një kuriozitet historik i harruar. Ky transformim ngre pyetje të thella mbi atë që konsiderojmë normale kur bëhet fjalë për gjumin. Modeli prej 8 orësh të vazhdueshme që shoqëria moderne e trajton si natyror dhe ideal është, në të vërtetë, historikisht i ri dhe teknologjikisht i varur. Ai nuk lindi sepse është biologjikisht superior, por sepse mjedisi ndryshoi. Kur drita ndryshon, pritshmëritë ndryshojnë bashkë me të. Ajo që duket natyrore për një brez mund të jetë vetëm reflektim i kushteve teknologjike që e mbështesin atë. Nëse këto kushte do të ndryshonin, nëse elektriciteti do të zhdukej dhe netët do të ktheheshin të ishin të gjata dhe të errëta, të dhënat shkencore sugjerojnë se trupi njerëzor do të kthehej spontanisht në modelin bifazik në çështje javësh, saktësisht siç bën vullnetarët e eksperimentit të verit. Ka gjithashtu një dimension njerëzor në këtë histori që meriton vëmendje. Miliona njerëz në botën moderne zgjohen rregullisht në mes të natës dhe e interpretojnë këtë përvojë si një problem. Industria farmaceutike ofron pilula, kultura popullore ofron këshilla dhe mjekësia shpesh e klasifikon këtë sjellje si një çrregullim. Megjithatë, regjistrimet historike dhe të dhënat shkencore sugjerojnë një mundësi tjetër. Për disa nga këta njerëz, zgjimi në mes të natës mund të mos jetë një defekt i trupit, por një eho e një ritmi paraardhës që jeta moderne e shtypi pa e eliminuar plotësisht. Specialistët e gjumit kanë filluar t'i përfshin këto gjetje në praktikën e tyre klinike, duke informuar pacientët se kjo sjellje mund të jetë një variacion normal. Kjo histori nuk pretendon të romantizojë të kaluarën as të sugjerojë se europianët mesjetar flinin më mirë se njerëzit e sotëm. Nata para industriale ishte e mbushur me parehati, i ftohtë intensiv, krevate të ndara me të huaj ose kafshë, insekte, zhurma, frikëra reale nga grabitjet dhe zjarret. Vet e Kirch i dokumenton gjerësisht këto aspekte më pak idilike të natës mesjetare. Megjithatë, në mes të gjithë këtyre vështirësive, ekzistonte një marrëdhënie me gjumin themelisht e ndryshme nga kjo e sotmja. Një marrëdhënie e bazuar në përshtatjen me mjedisin dhe jo në imponimin e një modeli unik dhe rigjid. Gjumi i segmentuar mesjetar nuk ishte një urtësi e humbur për t'u romantizuar as një kuriozitet për t'u hedhur poshtë. Ishte një përgjigje praktike ndaj kushteve specifike, errësirë e zgjatur, punë fizike intensive, burime të kufizuara dhe mungesë kontrolli mbi natën. Njerëzit nuk përpiqeshin ta pushtonin gjumin apo ta disiplinonin atë në një formë unike dhe efikase. Në vend të kësaj, organizonin jetën rreth ritmeve të tyre natyrore, duke lejuar që çlodhja të zgjerohej, të ndahej dhe të përshtatej sipas rrethanave që kërkonin. Ajo që kjo histori zbulon në analizë të fundit është se çlodhja njerëzore nuk zotëron një formë unike dhe të saktë. Ritmet e trupit kanë qenë gjithmonë fleksibël, duke ju përgjigjur dritës, punës, stinës së vitit dhe pritshmërive kulturore të çdo epoke. Modeli prej 8 orësh të vazhdueshme që dominon botën moderne është vetëm një nga këto forma të mundshme, e modeluar nga teknologjitë dhe kërkesat specifike. Nëse ka diçka që përvoja mesjetare mund t'i mësoj botës bashkëkohore, nuk është një teknik gjumi për t'u imituar, por një perspektivë për t'u konsideruar. Perspektiva se trupi njerëzor mbart brenda vetes një aftësi të lashtë për të negociuar çlodhjen me durim, fleksibilitet dhe besim në ritmet e veta. Që zgjimi në mes të natës nuk ka pse të nënkuptojë dështim. Që heshtja dhe errësira nuk kanë pse të mbushen me ankth.
dhe që ndonjëherë të lejosh që ritmi i trupit të shpaloset sipas dëshirës, pa nxitim dhe pa presion, është një formë legjitime dhe thellësisht njerëzore e të çlodhurit. Herën tjetër që do të zgjoheni në mes të natës, në vend që të shqetësoheni, ndoshta ja vlen të kujtoni se paraardhësit tuaj do të bënin saktësisht të njëjtën gjë dhe nuk do të shihnin në këtë asnjë problem. Nëse ky udhëtim nëpër historinë e natës të njerëzimit e zgjoi kuriozitetin tuaj, po aq sa i zgjoi europianët mesjetar në agimet e tyre të heshtura, regjistrohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni dokumentarët e radhës. Lini komentin tuaj duke treguar se si është marrëdhënia juaj me gjumin, nëse edhe ju zgjoheni në mes të natës apo nëse e njihni këtë praktikë paraardhëse. Çdo pëlqim dhe çdo shpërndarje ndihmon që kjo përmbajtje të arrijë të më shumë njerëz që, ashtu si ju, kërkojnë të kuptojnë më mirë historinë që modeloi botën në të cilën jetojmë. Deri në dokumentarin e radhës.